thjeshta, e thjesht një qeveri transparente, me rregullat të cilat janë shumë të thjeshta për të kuptuar nga populli shqiptar, dhe gjithashtu dua t'ju bëj një thirrje, sepse në qoftë se ne i kemi zërat tonë të shpërndar, zërat tonë nuk do të dëgjohen. Blidhuni njerëz, blidhuni studentë, forca gjenerata zonë, sepse forca jonë do të dëgjohet në fund. Bravo Shqipëria! Edhe një të fundit për përmendje, gjenerata zonë, cila është kënga jonë? Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje. Faleminderit! Rama jepe dorëheqje. Ftoj Anjezën, një artiste të re, që t'jap dhe ajo fjallën e saj. Përdasi pak shurë! Përshëndetje gjithëve, e para jam shumë e lumtur që jemi kaq shumë dhe shoh kaq shumë të rinj. Në fjalimin tim e kam shkruar se nuk duhet të bëj ndonjë gabim. Kam mbaruar studimet e mia me ekselencë në Torino në Itali dhe erdha në Shqipëri me mendimin që do më njësohej diploma shumë shpejt dhe do gjeja punë menjëherë. Ndërkohë ka kaluar 1 vit e gjysmë dhe diploma ime akoma nuk po njësohet. Jemi këtu edhe për personat me aftësi të kufizuar, po për ato çfarë do bëhet? Ne i 15, i ligjit 15 të vitit 2019 thotë që 1 ndër 25 persona me aftësi të kufizuar duhet punësohet. A punësohen vërtet persona me aftësi të kufizuar sot? Jo. Ne duam një Shqipëri me vlera. Unë këtu jam edhe për modrën për vllahun tim që emigruan shumë herët dhe që nuk i kisha kur rritëm gjithë bashkë. Ne protestën e bëjmë gjithë bashkë, organizatori jemi të gjithë ne, prandaj jemi kaq shumë. Dhe kam një pyetje për kryeministrin. Zoti kryeministër, nëse gjërat janë kaq mirë në Shqipëri, pse po largohen trinj ditës? S'është aeroporti plot. Ramamburg, Berishamburg, Ramamburg, Berishamburg, Ramamburg, Berishamburg. Shfuqizor ligjin e investimit strategjik. Jep dorëheqjen zoti kryeministër. Faleminderit. Edhe tani, një nxënës i 9 vjeçares me emrin Erlis Kreha. Përshëndetje, unë jam një nxënës i shkollës Kosova. Dhe vi nga një familje që është përpjekur të më edukoj me atë dashuri. Brezove tanë i kanë mbushur mendjen me dokra që veç atë dashuri nuk kanë brenda. Unë nuk di nga politika, ama jam i apasionuar pas historisë e një gjë e di mirë. Çdo pllëmbë toke këtij vendi nga jugu deri në veri është larë me qatë për të mbrojtur. Historia është kujtes dhe kujtesa është identitet kombëtar. Kur kujtesa fshihet, kombet rrezikojnë të asimilohen. Mos harroni, rënjët tona janë në këtë vend, ato na japin forcë dhe identitet. Nëse rënjët priten, unë, ti, çdo njeri që është shqiptar zhduket! Pa dhe, nuk ka ande. Mos na i prishni rënjët! Unë mund të jemi vogël për të dhënë mendim, por
pushtim s'ku thash në Rogoz. Pa luft, pa armë dhe pa pritur do e shojnë veten të huaj në vendin tonë. Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Tani ftoj Bekimin, një student inxhinierie që ka çdo ditë që paraqitet tu protest pa asnjë mungesë dhe nga ata student që shpreson që Shqipëria bëhet dhe do bëhet. Përshëndetje gjithëve. Jam sot këtu para jush si një i ri që shokët e tij janë larguar. Si një i ri që shokët e tij janë larguar nga politika dhe mbrapa të kësaj qeverie dhe të këtij sistemi. Kjo qeveri çdo ditë ka varur të shpresën të popullit dhe çdo ditë ka pamundsuar jetesën në këtë vend. Por unë mendoj se Shqipëria do bëhet dhe do bëhet pikërisht nga ne që jemi këtu. Një pikë tjetër që do doja të përmendja ishte se ne nuk jemi kundër investimeve, ne jemi kundër vjedhjeve, ne jemi kundër investimeve jo transparente. Ne nuk jemi kundër zhvillimit, ne jemi kundër pasurimit të politikanëve dhe oligarkëve në kurrizin tonë. Diçka tjetër është tepër e turpshme që brezi i jon dhe brezi i baballarëve tan kanë të njëjtat shpresa. Nuk kemi mundur të ëndërrojmë më shumë. Kjo politik na i ka vrarë të gjitha shpresat, por sot këtu ka lindur shpresa dhe sot këtu ne do e bëjmë Shqipërinë. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Edhe tani do flasi një student që ka studiuar jashtë edhe është rikthyer për Shqipëri, David Hoxha. Përshëndetje Shqipëri, përshëndetje rini prindër, të gjithë që jeni këtu sot. Unë sot kam ardhur këtu që të flas për gjithë studentët që ky sistemi ka lënë në baltë. Unë dua të flas për vendin që unë vi, që është Zaldarda e Tibrës, edhe unë dua t'ju them diçka. A e dini që shkolla e Zaldardës po rronohet sot? Nuk ka as edhe një student. Çdo fëmijë i fshatit të Zaldardës zgjohet sot edhe shkon merr autobusin e vetëm për në Peshkopi që të marrë një arsim në shkollën e Peshkopisë. Turp! Fshatet janë lënë në baltë. Neve kemi gjyshër, kemi prindër që janë mbetur në ato fshate dhe asnjëri nuk i shikon, të gjithë kthejnë kokën edhe mendojnë sikur nuk janë aty. Turp! Por unë kam protestuar në Angli edhe për projektin e Skavicës që të shkatroj atë Dibër që ka kjo Shqipëri. Turp Edi Rama që do të shkatroj historinë e Shqipërisë. Turp që do të shkatroj historinë e Gjergj Kastriotit që ka luftuar çdo ditë për Shqipërinë. Unë dua të them edhe diçka tjetër për shëndetësinë e Shqipërisë. A e dini ju që prindërit e mi, gjyshrit e mi, përpiqen të shkojnë në spitale, po pasaj ata direkt i thojnë, jo, duhet të shkosh në privat. Turp! Se duhet i mbushim lekët neve oligarkëve që të shkojmë në privat, që të marrim diçka, të marrim shëndetësi, që ky shtet duhet të na japë. Turp! Edhe një
gjë tjetër që thot Edi Rama, ky është investim për Shqipërinë, për rinin, për njerëzit që nuk kanë lek. Pse Shqipëria nuk ka investim që vërtet i jep rëndësi Shqipërisë? Sepse diploma në Shqipëri nuk njihet. Sepse diploma sot shitet. Njerëzit shkojnë në shkollë, edhe dalin për shkollë, pasi kanë luftuar për atë diplomë, edhe pasaj shkojnë të kërkojnë punë edhe thonë, më falë, nuk mundet marrë çdo punë se ti nuk nje një person, ose ti nuk e ardhur këtu me networking tonë të njerëzve që nje. Dorë! Shqiptarët çdo ditë shkojnë në shkollë, marrin autobusa, që vetëm që të marrin një diplomë, që ata të dalin para prindërve dhe t'i thonë shiko bab, shiko mam, unë kam luftuar për këtë diplomë. Edhe pse nuk mundet të gjenë ata punë, sepse ja është ky sistem, këta oligarkë që e kanë shitur Shqipërinë çdo ditë. Unë kam ardhur me një mesazh shumë të shpejtë. Rama e Berisha, ju duhet jeni në burg! Rama burg, Berisha burg! Rama burg, Berisha burg! Rama burg, Berisha burg! Shumë faleminderit! Zëri i rinis është ai që e trep më shumë kryeministrin tonë. Zëri i rinis është ai që nuk po i lë të qetë dhe që të ndrojë mendimin e vet çdo ditë. Një agent grek, serb, iranian, tradhtar, por tani po kujdeset me fjalët e tij. Njerëz të qitër, por të kish përdorur. Ju po na kish përdorni neve. Duhet ta keni diçka të qartë dhe këtë e kam me klasën politike. Nuk do të lodhemi sot, nesër, pas nesër, çdo ditë, një vit e më shumë, jemi kapitanin tu. Nuk do rishemi, ti jep dorëheqjen. Ftoj Lirën, një studente gjithashtu nga Anglia, për të mbajtur fjalën e saj. Përshëndetje shqiptar! Jam lind dhe rrit në Angli. Kam ardhur sot për protestën. Pse? Jam munduar më rikthyer në Shqipëri. Për mi dhënë shtetit tim, për mi dhënë një kardi për të lirë shtetit tim, po vi këtu e qa shoh njerë nepotizëm, shoh që vetë marrin mundimin gjithë njerëzve që e meritojnë. Po unë shoh mundësi, shoh një ndryshim për Shqipërinë, e ndryshimi jeni ju. Gjithë njerëz meritojnë ujë, drita, shtëpia, po këta hajduta rrinë këtu e ju marrin njerëzve, shkojnë në tropoj, nuk shoh asnjëri, kanë ikur gjithë, jam unë emigrante, du të vi prapë në shtetin tim. Jepi mundësive shqiptarve, se jemi një